Prej disa kohësh, tha Edi Rama është të përplasur publikisht me gjyqtarët dhe shoqatën e tyre për kërkesën për rritje pagash. Tani, zoti Dashi, si lexon ti këtë sulm të vazhdueshëm të kryeministit ndaj gjyqtarëve? Pse e ka zgjedhur këtë betejë? Dhe mbi gjitha, a janë pagat e gjyqtarëve problemi real i drejtësisë tonë? Po merrem me këtë njerë, si më thënë, drejtësinë përgjithësisht. Ku ka dështu për më dhe ku është? Tu bën një reformë që presupozohet që do t'i afrojë drejtësi, si më thënë, barabartë gjithë shqiptarëve, do të bënte një ndryshim, se më thënë, drejtën sistemi ishte i korruptuar. Tani, drejtësia që është për qytetarin. Ka bënu? Ndeqe? Jo më mbyllë e ule zërin dhe... Drejtësia që duhet për qytetarin nuk ka lëviz fare. Bile s'ka shku pak më rapa. Pse po e them këtë? Atje në dosje në gjykatën e lartë janë 30 sa mijë dosje pronarësh, përfshi 10.000. Ka bërë mbrapa, thua ti. Po, nga kjo pikpamje. E dyta u tentu një reformë shpërndarje mbi territore drejtësisë. Edhe u largu drejtësia nga disa qendra, qytete u përqendru në disa qytete tjera, në disa qytete ka gjykatës, ka godin, disa tjera ka godine, s'ka gjykatës, mungon numri i gjykatëve, mungon numri i prokurorëve, apeli është përqendruar në gjithë. Ky është halli i madh i drejtësisë për qytetarin. Kjo do të jetë esenca e drejtësisë. Nga kjo pikpamje, reforma ka dështu. A do kthehet mbrapsht? Duhet më kthy mbrapsht. A do rikuperu kjo që është e pjesme, duke ushtu numri i magjistratëve, duke rregullu rrogat, godinat e jetë, do ta shikojmë si bëhet përpara. Deri tani, ky segment i drejtësisë ka dështu. Kush është ai që ka bërë diçka? Ato dy gjykata speciale. Se në fundit e gjithë kjo reformë u bë rreth parë për këtë punë. Ato kanë bërë diçka. Kanë arrestu për herë parë ca njerëz që kishin një pushtet, që e ndini veten pa prekshëm. Ky është elementi më pozitiv. Çfarë ndodh me politikën në raport me drejtësinë? Nuk shqetësohet fare për këtë punë që po them unë, jo dosjet, jo shërbimi ndaj qytetarit. Halli është ke SPAK-u, ke GKK-ja, çfarë janë to gjykata speciale. Ktu është sulmi. Edhe Rama këtë sulmon, edhe Berisha këtë ka sulmuar. Do me thënë, i vetmi segment që në përmjet kësaj turbullire të madhe qau një shtek pozitiv, kësaj të janë turë të gjithë palët. A kam i disa tyre specialve të korruptum, sa dush, jam i sigurt për këtë punë. A e bëjmë punën si duhet? Jo. Ka bërë punë shumë të tjera, si me thëmë, po ta kisha unë, po e zem dorë këtë punë. Qëfar do të bëja për të ndimu? E kam thënë 100 herë. Do zvoglu bashkësia e hetimit që bëjnë të njerëz. Nuk mund të hetojnë to kush ka vjellë ke stacioni trenit, kush po shet drogë, ku e diun atje në Velipoj. Jo më të tri. Këto duhet i impenjoheshin vetëm në rrafshin këtu, politik, korrupsion e mas shtetëror dhe në ato 10 banda kryesore. Tash duke i shpërnda, këto thyen nën presionin, thyen nën peshën e dosjeve. Plus i gjenë justifikim për këtë punë, se thonë s'na lem punës neve. Unë do t'a zvogloja bashkësin e asaj që hetojnë këto, një e para. E dyta do zgjeroja numrin e njerëzve që merren këto. Qoftë se këtu për çdo gjë që shkojnë SPAK nuk bëhet kjo me 20 prokuror, bëj 40, bëj 50, pse si bën. Këto janë defektet që kam unë për këto. Tash çfarë bën politika? I turret përgjithësi, po për çfarë i turret? Drejtësisë. Nuk i turret se s'po i kthejnë pronat njerëzve. Se nuk po dënojnë ato që kanë dhënu tjerët, se kanë shkel ligji. Ja, këto i turren sepse këto janë afru një lloj pushteti politike disa njerëzve që këto kanë menduar që ju s'keni punë me ne. Një sekondë. Kjo është e gjitha këtu, kjo është analiza që bëjmë për sektorin. Ma thuj. Mos e lini për një kohë të gjatë mbulimin mbrapa, sepse na krijohet një situatë me ekranin drita, ndriçimi mbetet aty dhe na prish punë. Përdoreni vetëm kur duhet në plan të parë. E futni aty dhe kur duhet. Kur s'duhet jo këtu mbrapa se nuk e shikon njeri. Po, vim ke ky raport të shi i kryeministrit me drejtësinë që nuk ka filluar të shërë.
u bë gati një vit qur, ato e kuptoj që disa prej këtyre dosjeve nuk mund t'i kontrolloj ma kë. Si duket nën presion në ndërkombëtarëve, dosjet janë kaq shumë të kopcitura, sa që s'kan kulun, atëherë ka fillu ky lloj sulmi, jo via kuqe nëse e mbani mend. Tash edhe kulmohet me këtë punë e pagave. Që është gjithmonë elementi më populist. Kur i thon njerëzve që marrin 600.000 lek rrok, që këto marrin 6 milion, po duan dhe ca milion atjerë. Sigurisht që ti ngre një dallë urrejtje ndaj tyre njerëzve, ndaj ato. A kanë drejt ato të kërkojnë më tepër? Edhe unë them, nga jo pikpamja ime, që kërkesa duhet ishte më të moderume, po ky nuk është ky subjekti që zgjidh çështjen e drejtësisë. Ti futim te kolegët e tjerë. As nuk është ky halli më i madh që ka qeveria në raport me drejtësinë. Po sepse mbulojnë janë 37 milion, thot. Bëja për gjys. Bëja 15 milion. Një përpjekje për të mbuluar pjesën tjetër. Bëja 15 milion. Presh ti si e kupton ti gjë tani. Gjysma një usjellës. Dashin kisha koj se kisha, po shkurt tani ti si e mendon këtë gjë. Cilat janë... Jo, pagat e gjyqtarëve tani po flet ai, po vërtet, po në fakt ç'është në realitet kjo gjë? Si e percepton ti? Unë e perceptoj kështu që kryeministri s'ka punë aty, për mendimin tim. Jo aty jo. Bën me qëllim ai. Çiko, se këte kanë thënë në shumë studio dhe këtu ne e mbarojmë nëse nuk do diskutojmë këtë problem, do diskutojmë pse e bën kryeministri këtë. Dakor, po them që kryeministri ka ngritur një fushat denigrues edhe me fjalor edhe bullizues, edhe më shumë se sa bullizues, me akuza, me epitete, deri edhe me gjakpirës, nuk e përdor. Gjakpirës të gjyqtarës. Gjakpirës ta. Atë janë gjakpirës, po jo për këtë punë. Prit pra. Pra e ka lëshu gjuhën, domethënë kus mba, kundër një komuniteti që kanë shtruar një kërkesë, si që mendojnë vetë. Dhe tani del kryeministri thotë, si guxoni ju të kërkoni një gjë që mendoni si ju takon. Kush është absurde. Ata s'ja kërkojnë kryeministrit, as mund t'ja vënë vetes ato rrogat. Ja kanë kërkuar gjykatës. Ke shumë drejt, po pse e bën këtë? Se e bën. Se këtu do jemi ne, nuk do ikim nga ky momenti. Dakor, po s'tam këtë është, ai është në po e dim për atë gjithë që ai kanë qëllim që e bën. Qëllimin do të përpiqemi. Ai po mendimin tim, herë ta fiksojmë këtë domethënë. E fiksuam. Do është të tjerëve që pse ju po përdorni s'ka të drejtë ta bëj, jemi okay. Tani po pse e bën? Unë mendoj që është i frustruar në tërësi, është pjesë një frustrimi të përgjithshëm të kryeministrit ndaj drejtësisë, e cila ka filluar prej kohësh, jo vetëm tani, që në disa plane të dëshmojë atë në pavarësi ndaj pushtetit ekzekutiv.